zhduk vetja gjithmonë si në Shkodër. Vendosa që me marru në restorantin, edhe aktualisht I kam 2. Unë jam kanë me studime në Itali, para se me ardhë në Lisbon. Gjatë studimeve në Itali aplikova për një bursë Erasmus, një exchange, edhe fitova dhe zgjodha Portugalin. Fakti kryesor ishte klima edhe deti. Unë do isha detin afër, se në Torino kam jetu në Itali edhe shumë ftoftë klima atje. Kam ardhur këtu në 2015 për herë të parë, domethënë me bë një këto Erasmus. Kam qëndru 11 muaj, gati një vit. Aty edhe u dashurova me Lisbonën, me Portugalinë në përgjithësi. Tani jam kthy edhe një herë në Itali për përfundu studimet, edhe mbasi kam përfundu studimet e vendosa definitivisht me ardhë me jetu në Portugali. Unë gjatë viteve në studimit në Itali kam punu gjithmonë në fushën e gastronomisë, restoranteve. Integrimi në Portugali nuk ka qenë as pak I vështirë për mu. Duhet me thanë që kam gjetë një mikpritje shumë madhe nga vendasit këtu, edhe më zhduk vetja gjithmonë si në Shkodër, si në shtëpinë time në Shqipëni, domethënë. Ky ka qenë qëllimi kur kam ardhur në Portugali, kam pas një vizion që këtu mundesh me arrit diçka, sepse është, domethënë, ndër vendet e Bashkimit Evropian është paksa më I përpambetur në krahasim me vende tjera dhe kam pa domethënë pak bëshllek në shumë fusha. Fusha e gastronomisë normalisht që për mua ishte edhe më e thjeshtë të pas eksperiencën nga Italia, domethënë vitet që punova në Itali edhe ishte më e thjeshtë. Doli si një rastësi faktikisht sepse nuk isha në mend fushën e gastronomisë kur erdha. Pas 5 vitesh e gjysë jam këtu, duhet me thënë që doli diçka shumë e mirë domethënë. Unë vendosa rastësisht me marrë restorantin. Kam tek restoranti tjetër, domethënë aty ka nisë gjithçka, kur pronari I restorantit vendosi domethënë që donte me u largu edhe me shitë restorantin. Ndërkohë unë po punoj aty edhe vendosa që me marru në restorantin. Aty nisi gjithçka domethënë. Fillimi ka qenë shumë I vështirë sepse pas një muaj që kam marrë restorantin erdhi pandemia e Covidi. Shumë shpejt domethënë këtu me kalimin e pandemisë u rikthyi turizmi edhe një herë shumë fuqishëm në Lisbon, edhe kjo na ndihmoi domethënë me ecë përpara. Kjo bëhet fjalë restoranti I parë në vitin 2020, në shkurt 2020-s. Pastaj në vitin 2022 e kam hap një restorant tjetër në një zonë tjetër të Lisbonës, gjithmonë me kuzhinë italiane. Edhe në vitin 2023 e kam marrë këtë vend ku jemi tani për ta bën një restorant domethënë më të madh, sepse restoranti tjetër ishte shumë I vogël për kërkesën që kishim për nga klientët domethënë. Në 2024 vjet e kam shit domethënë njërin nga restorantet edhe aktualisht I kam vetëm 2. Këtu bëjmë kuzhinë italiane, restorant edhe pizzeri, ndërsa në lokalin tjetër është një brunch bar, domethënë në mëngjeset edhe konceptin e brunchit që tashmë është shumë në mod këtu. Është e vështirë sepse restorantet, gastronomia përgjithësi kërkon shumë dedikim edhe të merr shumë kohë. Falë mbështetjes të madhe, duhet me thënë, prej gruas time, kemi arritur domethënë me menaxhu shumë mirë të dyja lokalet. Dhe fakti që janë të dy afër njëri tjetrit, lokalet kjo na ndihmon edhe më shumë domethënë, sepse për çdo gjë jemi në mbështetje të njëri tjetrit. Restorantin tjetër aktualisht e menaxhon domethënë Miranda, nusja jeme, ndërsa unë rri më shumë këtu tek pizzeria. Po mendojmë mu zgjeru, shpresojmë këtë vit ta hapim edhe një lokal tjetër, me një koncept prap tjetër, dhe shohim pse jo. Këtu jemi te lokali I dytë, ku edhe ka fillu çdo gjë, domethënë ky ka qenë lokali im I parë, ku ja kam nisë me u marrë me gastronomi, përpara këtu ka qenë pizzeria, kuzhina italiane, ama me gjetjen e locationit tjetër, domethënë këtu mas shumë mendimeve se çka me bë me Mirandën, vendosëm me eksperimentu pak fushën e brancheve. Se këtu në Lisbon shumë po ecën kjo fushë. Edhe deri tani ka qenë një sukses, po bëhet një vit e gjysmë domethënë që kemi hap formatin e brunch, bar, mëngjese, po bojna. Deri tani jemi shumë të kënaqur domethënë ecurinë e brunchit.
Mëngjeset do më thonë këtu janë mëngjes italian, pra croissantet italiane me edhe kafen e kemi italiane. Edhe pak në fushën e internacionale do më thonë të mëngjeseve, pra English breakfast ose branchet e ndryshme me brusketa të llojet e ndryshme të cilat përgatiten gjitha do më thonë nga zero këtu brenda në restoran. Kjo është rruga e dytë kryesore e Lisbonës mas bulevardit kryesor, do më thonë Avenida Libertad. Kjo është rruga e dytë kryesore e Lisbonës, edhe është shumë e populluar me turista për shkaku edhe i hoteleve të shumta që ndodhen në këtë rrugë. Tu punojnë më shumë me turista se sa me vendas, po ka fillu pak edhe klientela vendase ta frekuentojnë, sepse e din edhe që jemi domethënë të njëjtit brand me pizzerin, edhe atje kemi më shumë klientel vendase edhe po vinë me eksperimentu edhe branchin këtu. Po mesazhi është shumë i thjeshtë, punë, vetëm punë domethënë, me punë arrihet çdo gjë, pavarësisht se duhet me sakrifiku shumë, sepse njerëzit normalisht në këtë fazë shohin ndoshta vetëm këtë story e suksesi, ama kanë kalu shumë sfida në këto vite, sakrifica shumë të mëdha që vetëm domethënë unë edhe familja jeme ndoshta i dim tamam çka kemi kalu. Ama me punë besoj që çdo gjë arrihet, edhe kur e dëshiron diçka duhesh me sakrifiku shumë që me arrit diku.